Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shënjes së Vygjëreshës. Do bëjmë një mesazh për ju dhe është numri 4, që është një letër thirrje për guxim, veprim, vendosmëri për të ndjekur rrugën tënde. Edhe kur nuk ka asnjë gjurmë para teje, nuk të tregohet, nuk të ndihmohet. Ja interpretimi i plot i kësaj letre të dashur. Kjo letër flet për ty si një udhërrëfyes, pioniere. Një shpirt që nuk është këtu për të ndjekur rregulla të vjetra, po për të thyer kufi dhe hapur shtigje të reja, qoftë në jetë, në marrëdhënie apo në një projekt personal. Ti mund të jesh në një pikë ku ke ndjesinë se je vetëm në atë që po bën, se askush nuk e kupton rrugën tënde, por kjo nuk është dobësi. Është forcë, dashur Vygjëreshë. Letra Alder që quhet të kujton se rrugët më të bukura nuk janë të shtruara, ato krijohen nga hapat e parë të guximshëm, që do jenë tuat, të juajat. Prandaj mos prit që dikush tjetër të di më mirë se çfarë duhet të bësh. Ec, provo, vendos, gaboj, mëso, sepse je në një udhtim të shenjtë që është vetëm i yti. Në të njëjtën kohë, letra flet për besim dhe instinktet e tua dhe një thirrje për liri. Është koha për të dalë nga modeli vjetër, zgjohu Vygjëreshë, për të ndjekur atë që të ndez shpirtin, edhe nëse të tjerët nuk e kuptojnë akoma. Ku ka rëndësi çfarë kuptojnë apo çfarë aprovojnë të tjerët, kur ne ndjejmë që është rruga jonë. Pra, nuk je këtu për të ndjekur rrugën e dikujt. Ti je këtu për ta krijuar atë vetë, dhe bota ka nevojë për dikë si ti, që ecën përpara dhe kur nuk ka asnjë hartë apo gjurmë. Do thot, diçka e panjohur të dashur Vygjëreshë për ju në një rrugtim apo një provë për ta bërë. Bëjeni, më mirë është të pendohesh. Më mirë është të gaboni se sa të pendohesh që se provuat. Kjo është jeta, por këtu, me këta ullinj këtu, që tregon suksesin, me këtë rrugtim këtu, është shumë e qartë që aty ku do veni, në atë rrugë që do ta krijoni vetë, do jetë kogja e suksesshme.